Në mjedisit e Fakultetit Ekonomik u organizua një konferencë mbi startupet në kuadër të projektit Smart, duke përcaktuar nevoja reale që kanë bizneset e rajonit. Studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës kanë përfaqësuar Shqipërinë në arenë ndërkombëtare, duke u shpatur fitues të vendit të parë me idetë e startupeve të tyre. Studentët e Fakultetit Ekonomik kanë fituar 3 grupe studentësh, kanë fituar me idetë e tyre startup në nivel kombëtar. Por jo vetëm, të përfaqësuan Universitetin e Shkodrës, përfaqësuan madje edhe Shqipërinë në turneun Popri që është zhvilluar në Kretë në Greqi. Gjithashtu këto morën pjesë përfaqësuan në nivel ndërkombëtar në vendet e Western Balkan, përfaqësuan Shqipërinë dhe rezultuan fitues të vendit parë, që do thotë Shqipënia, Shkodra ka potencial, që do thotë këtu realisht po punohet dhe është kriju një ambient shumë i ngrohtë ku studentat janë të lirshëm të komunikojnë me njëri tjetrin, ndaj idetë dhe pse jo, është kriju ambienti që këto të përballojnë me sukses dhe të hidhen me sukses në tregun e punës. Shefja e Departamentit të Administrimit të Biznesit thekson se studentët e ri janë të shkëlqyer në ide dhe inovacion, çka dëshmon dhe njëherë se ky universitet po nxjerr student të formuar mirë. Zhvillohet dita e startupeve ku studentët sigurisht do të bëhet një rezume e projektit Smart, një projekt i cili ka inkuraju idetë smart të bizneseve, një projekt që është këtu në sajt ideve smart që janë apliku nga studentët, nga stafi, por jo vetëm. Ajo që ky projekt ka realizuar ndërkohë në këtë 3 vjeçar është një akordim ose një, le të themi, mbledhje të gjithë stakeholdersave jo vetëm të Shkodrës, por edhe të rajonit, për të prodhuar ide, për të përcaktuar cilat janë nevojat e rajonit, në mënyrë që kjo qendër të ofrojnë, le të themi, dhe të krijojnë një ambient jo vetëm për të ofruar leksione, por të shërbejnë gjithashtu edhe për të krijuar ide, për të prodhuar ide, si një qendër inovacioni ku studentët bashkëpunojnë me sipërmarrësit të ri, me startupet. Këto takime janë një mundësi e mirë dhe për studentët e këtij fakulteti, pasi japin dhe marrin ide mbi startupet dhe janë më afër tregut të punës. Takim Shkodra si qendër e inovacionit dhe ndërkulturalitetit erdhi në kuadër të javës ndërkombëtare që po zhvillohet në këtë institucion të arsimit të lartë.